Ka qenë me parë edhe ish kapiteni kombëtare së Kosovës në volejboll, doktor i shkencave, po ashtu ai është një nga emrat më të njohur të volejbollit kosovar me shumë tituj të fituar, të njohur pra në kampionet të volejbollit edhe po ashtu edhe në beach volley, si dhe me kontribut të madh në organizimin dhe zhvillimin e sportit në Kosovë, sidomos atë të volejbollit, jo vetëm atë që zhvillohet në palesa, po dhe atë në beach volley. Përndryshe, është edhe sekretari Federatës së volejbollit të Kosovës. Me mua në studio është Valon Nikçi nga Prishtina përndryshe. Valon, përshëndetje, mirë se erdhe në emisionin e Pasdita Sportive. Përshëndetje Besmer për juve dhe gjithë shqyquesit dhe dëgjuesit e Radio Dugazinit. Valon, një edicion fantastik i volejbollit edhe këtë vit, por ajo që ka na ka bë para shumë me ndjek ma shumë volejbollin kanë qenë edhe rrjetet sociale kanë qenë top. Na fal pak më shumë për këto ndryshime të rrisit që keni bë në sportin e volejbollit. Po, është e vërtetë, domethënë si vjet kemi pas vazhdimisht ngritje të cilësisë, domethënë të ekipeve dhe gjithashtu edhe gara ka qenë mjaft interesante nëse nisem prej nivelit garave, kështu që për vetë faktin se ekipet janë ka patur edhe organizim më të mirë të ekipeve, gjithashtu edhe neve si federat na ka taku që të punojmë këtë drejtim, kështu që ndoshta është kompletuar ajo që të kemi edhe sa i përket nivelit edhe organizimit edhe garës që ka qenë mjaft interesante edhe të tregon fakti që disa klube kanë arrit me fitu kupën, disa superkupën, disa tjera janë dalë kampion. Po, tjetër kanë dalë jashtë parashikimeve dhe jashtë planifikimeve të veta, po jashtë që ky është sporti i volejbollit, po edhe e bën më të interesant garën. Është e vërtet, domethënë këtë vit, pasi që nuk kemi pasur mirë kuptimin e radio televizionit Kosovës që të transmetojmë ndeshjet, ne kemi ndrruar mënyrën e transmetimit ndeshjeve, kemi vendosur që të transmetojmë në kanalet zyrtare të federatës, mirë po që ja kemi arrit qëllimit, edhe po besoj që gjithashtu që ka ndikuar që të kemi rritjen edhe ndjekjen e rrjeteve tona sociale dhe kanaleve tjera zyrtare. Përveç asoj, keni zhduar interesin edhe më shumë të shikues pra sidomos edhe për pjesët e elitarëve apo ndryshe edhe elitarëve, familjeve të tyre që mund me ndjek, sepse shumë prej tyre kanë qenë pak a shumë e bë dhe një highlights të veten me postu në rrjetet e tyre sociale që me pas interes edhe për ekipeve evropiane që tashmë po ndodh realisht edhe në Kosovë, ku shumë prej sportistëve po bojnë lëvizje, me qenë se këtë punën e kohës, me qenë se mbyll kampionati këto, në vendet e tjera, qoftë në kontinentet e tjera, vazhdohet sporti i volejbollit qoftë ai sezonal, edhe arrin që përmes Kosovës me kalon vende të tjera, pse jo mos me bë parë më shumë. Janë disa shtete, sidomos shtetet arabe atje, ku nëse nuk gaboj tash mos jemi po disa i vazhdojnë garat, i kanë do kupat mbret, po ato që mund i vazhdojnë garat edhe kryesisht lojtarët e mëdhenj që janë nëpër Evropë po ndodh, në të kaluarën ka ndodhur që edhe lojtarët nga Kosova kanë shkuar marrin pjesë në këto gara. Mos edhe Adriatiku ke Mongoli, minus 14. Mongoli, Adriatiku, Gazi, Usaj, Adriatik, Kajtazi, në të kaluarën, domethënë shkojnë janë kupat mbretit që kanë në shtetet arabe që realisht për një periudhë shumë shkurt arrin të fitojnë mjetet të mira, po në njëjtën kohë edhe me mbajt formën. Mirë po sa i përket garave evropiane, garave i përcakton realisht Federata Botërore e Volejbollit kur është përfundimi, kur është fillimi dhe kur është përfundimi i garave, për shkak se më pas janë garat e ekipeve kombëtare dhe nuk guxon që të ketë ndërhyrje pra të garave të ligave kombëtare në garat e ekipeve kombëtare, pavarësisht që ndoshta disa shtete nuk marrin pjesë, pra duhet jenë të koordinuara dhe duhet ju përshtatemi edhe ne këtu në gara, pasi që tashmë për vite me radhë jemi pjesë e familjes botërore të volejbollit. E përmendëm pak a shumë edhe veç na pim pak a shumë përsërit, po duam ta po sërish pyetjen. Edicioni 25-26 sipas federatës sa ka qenë më i miri i këtyre viteve të fundit? Po, unë po konsideroj lirisht që domethënë ka qenë ndërmat mirë, edhe po shpresoj që edhe në të ardhmen të vazhdojmë me këtë ritëm, kom thonë edhe në emision tjetër,
te Naimi që ne gjithmonë nuk jemi të kënaqur pasi që synojmë me arrit gjithmonë më shumë, po patjetër që duhet të jemi të kënaqur me atë që kemi ngritjet nivelet, edhe ka qenë më interesante që e bën domethënë një prej sezonave më të mirë. Kishim konkurrencën e meshkujve ku Luboteni arriti ta fitoj kupën, ndërsa kur pritet që ndoshta ta fitoj edhe kampionatin, ndodhi e kundërta, Feriza i arriti të revanshojë, domethënë dhe ta fitoj kampionatin, pasi që kishte edhe një kontinuitet më të mirë, po ndonjëherë gara e kupës është pak më ndryshe, ndërsa njëjtë ndodhi edhe në konkurrencën e femrave ku Drita pas një maratone, pas një kisha më thon drame prej rezultatit 2-0 duke humbur ndeshjen, arriti që ta përmbysë, domethënë edhe çka është interesante që për 3 vite me radhë në vendin e njëjtë në palestrën e Tetorit, domethënë arriti ta përmbysë rezultatin kundrejt Fervollet, ndërsa gjithashtu edhe finalja e play-offit ishte mjaft interesante në konkurrencën e femrave. Pra nuk u përballën Drita me Fervollen, pra ishte Ferizaj që kishte një ekip solide, edhe ndoshta ishte gati, edhe pse nuk do të ishte befasi që edhe Ferizaj të shpallej kampion, mirë po ja që Fervollej arriti ta mbaj atë tempon që kishte edhe në kampionat. Po nuk pak Ferizaj, por pak si vonë tek femrat. Ndoshta vonë, po mirë po për vetë faktin se arritën 5 finale, domethënë nuk di, pasi që ndeshja 5 presioni është i jashtëzakonshëm, kështu që megjithatë Fervollej u shpall kampion, po nuk do të ishte befasi edhe Feriza që shpallej kampion, pasi që tashmë dëshmoj se nuk është rastisht në finalet e play-offit. A kem tash për tash ballazit sportit tek meshkujt edhe femrat? Se me parë dim që tek femrat ushqyri ka pas rivalitet shumë, edhe u këshyr pak më shumë se meshkujt. Tash më duket është barazu. Konkurrencë me konkurrencë, numrat skuadrave të rivalizuese, po edhe tek meshkujt goxha si shumë tash. Nuk po di në çfarë aspekt, po sa i përket ndërsa në sportin në tek meshkujt. Deri tash ose lirisht ka pas edhe më herët, po ka pas u ditë pak a shumë cilat skuadra kanë me shku në finale. Tash nuk po dihet më. Jo. Se tash u rrit konkurrenca dhe po e ki Ferizaj, e ki pjesën e Lubotenit, e ki Pejen, e ki pak a shumë ka edhe që realisht edhe Ferranden mundemi me fut dhe realisht Luboteni ka qenë ndoshta befasi, mirë, po ka pas fat edhe se ndonjëherë edhe fatin në përforcimet që i marrin nga jashtë. Mos harroj edhe dritën tek meshkujt, pavarësisht që me litar të ri, por realisht ka kallëzu shumë skuadër të fortë. Patjetër, domethënë Drita ka qenë finale të kupës, ku për nuanca edhe pse me lojtar mirë, po Drita ka ndryshe strategjinë e punës prej ekipeve tjera, janë orientuar kryesisht me lojtar të ri që i kanë mbledhur nga ekipet tjera, që për neve si federatë është mjaft e rëndësishme, pasi që kjo është edhe një bazë mirë për ekipin kombëtar, ndërsa ekipet tjera kryesisht janë të orientuara mirë, po për vetë faktin se janë 3-4 ekipe që domethënë janë konkurrent kryesor për titull, kjo bën garën edhe më interesant. Luboteni kisha më thonë që faktit që kanë pas më shumë fat në përforcimet që i kanë marrë, ndoshta ka ardhur si befasi dhe ka arritur fitoj kupën që ka arsyetuar ato investime që i ka bë. Ndërsa sa i përket domethënë interesimit garës edhe konkurrencës, kisha më thonë që aty janë domethënë nivelit, po edhe interesimit prej dy, ndërsa ne kemi një përparësi në sport nëse marrim me numra, pasi që kemi më shumë numër të vajzave edhe klube të vajza, po edhe më shumë të interesuar ndoshta për shkak të natyrës sportit që ndonjëherë shpesh e konsiderojnë si sport femnor, që unë nuk kisha më thonë që voleybolli është sport femnor, mirë po më shumë ka të interesuar me femra, pasi që nuk është ndukje faktikisht duket më lehtë që tuhet, po është sport bajagi i vështirë për mu lujt. Po kur të rrogë gjitha të pësi. Të dhe të pak qysh më mund me prit një... Shpejtësia topit është jashtëzakonshme, kërcimet e ndryshme, lëvizjet në fushë, domethënë. Sa duhet përafërsisht një sportist qofsone me këtë peshë që kam, sa më duhet ko arrit me pas kërcime ko gjatë lartë. Kërcimi është aftësi kryesisht është më shumë e lindë, shumë pak mund të
domethënë punohet ose ngritet është më shumë aftësi forca eksplozive, mirë po janë faktorë tjerë dhe parametra tjerë që mujnë me ndiku më shumë teknikë, taktike e parametra tjerë, kështu që ndoshta mund të jetë si bazë kur e seleksionoj, po duhet punohet më shumë parametra tjerë, kështu që nuk ka, po patjetër që duhet të paktën kemi një shkputje të mirë që kur të orientohemi në sport voleybollit ta zotrojmë si aftësi fizike. Valan, arsye pse e përmenda, po në faktin kryesor se përmenda ke puna e investimeve tek pjesa e kësaj pjesës së parazisë. E dim që tek femrat ka pas më shumë investime se tek meshkujt. E kanë fjalën nga sponsor që kanë arrit mi marr, kurse tashmë e shohim edhe tek meshkujt është rrit pjesa e investimeve tek skuadrat edhe po kanë më shumë investime, po marrin litorë më shumë edhe të huaj, por që realisht po paguhen mirë edhe sportistët vendor. Patjetër, me siguri këto dhona e duke bazuar në dhonat e vitit kaluar, po unë besoj që këtë vit me siguri kur dalin në fund vitit, jo, nuk këtë vit edhe me vitet kaluara. Nuk do të mungojnë që unë po besoj që këtë vit investimet ose sponsorizimet kanë me qenë më shumë edhe te ekipet e meshkujve, çka për neve si federatë është mjaft e mirëseardhën, se kjo do të thotë që do të kemi ngritje. Ja, po atletë edhe juve. Patjetër, se kur kemi klube të forta edhe ne si federatë do të jemi më e fortë, kështu që çka është e rëndësishme që gjitha këto mjetet dhe këto investime të orientohen drejt. Ndoshta një sugjerim për klubet është që më shumë të punojnë me ekipet trive dhe trejave, pasi që në këtë mënyrë kontribuojnë që të kemi edhe lojtar për ekipet kombëtare. Valon, çka ka pasur si tjetër? Teknologjia varet cila është për art për hir të parë. Po, video challenge se kanë po, video challenge voleyboll është e njëjtë me teknikë me varrin në pjesën e futbollit, por që realisht është në voleyboll është pak më ndryshe. Për hir të parë domethënë kemi përdorur në kupën e Kosovës në ndeshjet e kupës. Edhe tashmë e zotrojmë si teknologji, çka është një po besoj që po kontribuojmë këtë drejtim me zhvilluar dhe të jemi të barabartë sikur se gjitha federata tjera. Ndoshta këtë vit po flasim pak për planet që do t'i kemi me ekipet kombëtare ku për herë të parë do të jemi pjesëmarrës në Ligën e Evropës, që faktikisht organizohet edhe për herën e parë. Është një lloj formati sikurse UEFA që organizon garat, nëse pe bojmë një krahasim për me qenë më të qartë edhe për shiqyuesit dhe dëgjuesit. Pra do të marrim pjesë me ekipet kombëtare seniore. Ne sot ishim në vizitë të kampeve tek femrat edhe të meshkujt, edhe po besoj që të kemi paraqitje sa më të mira. Përveç asaj do të kemi pjesëmarrje edhe me ekipet e grup moshave, do të jemi në koncert kampionatit evropian ballkanik, që është xhiro e parë kualifikimi për kampionatin evropian U17, domethënë do të organizohet gjatë muajit korrik, ndërsa këto garat e seniorëve që i përmenda do t'i kemi 3 xhiro me radhë, pra meshkujt do t'u thojnë në Riga dhe në Tallinn, ndërsa femrat do t'u thojnë në Bosnjë dhe në Greqi, ndërsa turneu që kemi pas fat që edhe me meshkuj dhe me femra që do të organizohet në xhiron e fundit, pra me 18 deri me 22 qershor do të organizohet në Prishtinë. Gjë që do të jetë shumë dimese e madhe, edhe sidomos një promovim i sportit të voleybollit. Patjetër. Valon, po do mund dalë diçka tjetër që mundesh më na dhënë më shumë informata rreth pjesës së punës së brendshme edhe tek pjesa e Federatës së Voleybollit të Kosovës. Realisht e di që bëhen shumë seminare të ndryshme në vende të ndryshme, por a kemi numër të shtuar tashmë të gjyqtarëve që kanë arritur më marr stem ndërkombëtare? Po, domethënë ne tashmë për vite me radhë i dërgojmë çdo herë që ka seminare ku merren thirrjet për gjyqtarë ndërkombëtar, kemi dërguar dhe deri më tani kemi 2 gjyqtarë që kanë thirrje ndërkombëtare, pra në volejboll, ndërsa e kemi edhe një që e ka thirrjen në sportin e beach volleyt. Është fjala për gjyqtarin Istref Elezaj dhe Burim Zymeri në volejboll, ndërsa Valon Mustafa që është në sportin e beach volleyt. Sa i përket
gjyqtarëve të voleybollit kanë patur angazhime mjaft dhe kanë gjykuar ndeshje mjaft me rëndësi. Kjo për vetë faktin se këta gjyqtarë kanë arritur që me sukses ta ushtrojnë detyrën e gjyqtarit ndërkombëtar dhe tashmë janë mos të ndërgjyqtarët më të mirë në Evropë, po marrin thirrje dhe po besoj që gradualisht me vite mund gjykojnë ndeshje të nivelit të lartë. Tu i përfshi këtu edhe ndeshjet e ekipeve kombëtare që edhe në të kalumen kanë gjykuar, mirë po edhe në ato seniore, sikurse janë ndeshjet e Ligës Evropiane. Faktikisht, një gjyqtari i Strefeleza do të jetë këto ndeshjet që do të gjykohen këto ndeshjet në Kosovë. Që kemi një përfaqësim, jemi edhe dy supervisor ose mbikëqyrës ndërkombëtar, pra jam edhe unë në cilësinë e supervisorit dhe Ardian Ibraj që kemi pas angazhime mjaft shumëta që e tregon, domethënë, prezencën tonë në nivelin evropian të garave, qoftë garave të klubeve, po gjithashtu edhe në garat e ekipeve kombëtare. A pritet të ketë rritje? Pa tjetër, ne aplikojmë vazhdimisht çdo herë që ka thirrje, kështu që të kemi prezencë sa më të madhe në çdo aspekt, kështu që ky numër pritet të rritet, po çdo herë kur të ka mundësi ose kur të ka thirrje për këta gjyqtar ose për supervisor, ne përfaqësohemi me njerëz tonë. E përmendë kompet që projën edhe tek kombëtarja e femrave edhe tek kombëtarja e meshkujve, çka realisht pritni rezultatet e tyre, cili është qëllimi i kombëtarëve gjatë këtyre pra kualifikuesve që do të jenë. Po, duke ditë faktin që ne jemi afër tash me lojna mesdhetare dhe dy kombëtarët tona do të jenë pjesëmarrëse në këto lojna, ne duhet të kemi përgatitje, kështu që po mundohemi që të ndërtojmë një kombëtare sa më të suksesshme edhe të përgatitemi sa më mirë, kështu që edhe pse kemi kundërshtar mjaft serioz, pasi që garat në volejboll nuk na japin shumë mundësi, ndoshta sikur në sporte tjera, po na bie që çdo herë të kemi kundërshtar të fortë, mirë po me siguri që ne synojmë paraqitim edhe në mënyrë sa më të mirë dhe të synojmë që edhe kemi fitore. Për shembull të femrat do të përballemi me Bosnjën, me Malin e Zi, me Portugalinë. Gjithashtu të meshkujt e kemi me kombëtarën e Latvisë, pastaj do ta presim këtu Izraelin, se për shkak ndoshta të numrit madh gara nuk po mund t'i mbajmë mend gjitha, po me siguri që synimi jonë është të kemi rezultate sa më pozitive në këto paraqitje. A mund bëhet volejbolli sport nacional në Kosovë? Marr parasysh e shohim zhvillimin e këtij sporti në një vend shumë të afërt, pavarësisht bëhet fjalë për Bullgarinë. Është një vend që në media raportohet që ka korrupsion të madh, por që realisht e kanë fjalën të gjerë politikisht, kështu? Jo për pjesën e sportit. Por që kur i kthehemi tek sporti i volejbollit kanë arritur që të shkojnë kualifikohen deri në finale. Bullgaria vazhdimisht, domethënë, nëse ndalemi në historinë e Bullgarisë, vazhdimisht kanë qenë të suksesshëm në sportin e volejbollit, edhe faktikisht se kur tha a mund të jemi, ne jemi sport nacional, volejbolli si sport, ndoshta e kanë fjalën që me gjithë fokusi kryesor tek volejbolli. Volejbolli është sport në kategorinë A të sporteve dhe domethënë prej që jemi në kategorizimin e sporteve gjithmonë kemi qenë ndër sportet e para, ndonjëherë edhe sporti i parë kolektiv, kështu që unë po konsideroj ne na mbetet që të punojmë më shumë në arritjen e rezultateve në arenën ndërkombëtare, qoftë me ekipet tona kombëtare që unë e kam përmendur edhe domethënë kjo është ndoshta pika më e dobët, ndërsa sa i përket organizimit të këtyre gjanave tjera, unë konsideroj që volejbolli është sport nacional, edhe këto thonë edhe dhona, tash një dhonë ose një bazë e fortë është kategorizimi i sporteve. Kështu që volejbolli ka një të ardhme të ndryshme, edhe është një sport popullor për shkak se gjithë dëshirojnë të dërgojnë fëmijët e tyre, edhe është një prej sporteve më masovike në Kosovë. Për ato nuk dyshoj që në të ardhmen do zhvillohet edhe më shumë, ndërsa unë pres që edhe ju kom bë thirrje shpesh edhe ekipeve që të punojmë më shumë me kategori të reja në mënyrë që të ndërtojmë ekipet tona kombëtare, pasi që sporti i volejbollit është ndryshe nga sportet tjera. Ne nuk kemi mundësi të marrim
lojtarë nga jashtë, të cilët kanë zhvilluar ndeshje për ekipe tjera kombëtare, pasi që tashmë rregulloria nuk na lejon nëse një lojtar qoftë në një ndeshje për një grup moshë caktuar një shteti tjetër, edhe të vihet luaj për Kosovën. Domethënë, kjo rregull është fut qysh nga shkurti i këtij vitit, kështu që ne krejt fokusin duhet ta orientojmë në zhvillimin e talentëve tonë dhe që ndryshe nga sportet tjera. Kemi diçka të fundit që duhet me përmend më patjetër. Unë ju bëj thirrjes gjithë prindve që të orientojnë fëmijët e tyre në sportin e voleybollit, pasi është një me të vërtetë që ja vlen, po gjithashtu ju bëj thirrje edhe gjithë adhuruesve të voleybollit që këto ndeshjet që i kemi në Kosovë vinë sa më shumë edhe sa në numër më të madh që të përkrojnë ekipet tona kombëtare. Valon Iqi, sekretar i Federatës së Voleybollit të Kosovës, ishte me ne. Faleminderit shumë që gjete kohën me qenë pjesë e pasdites sportive. Faleminderit Besmira dhe për juve, për mua është kënaqësi që të ndaj me juve dhe gjithë dëgjuesit dhe shiqëruesit e Radio Dugazinit më të reja të voleybollit. Ka shumë çka, por ato pak. Ku as na vërem të ças.